Unë kam gjujt me nuse për shembull. Herë me vlla, nëse me nuse, po kena punu mirë. Po me peshk kam jetu, kam gjujt peshk, të gjitha llojet e peshkët. Do të quhesh, në e shehe, si thonë, do të quhesh në 4 mjesit. Se punon 2-3 orë para dite, edhe në darkë, duhet të dalë një havë rrjetat. Një gjysore, pa u falë dielli. Që është programi i rrjetave për me dalë një herë. Ase gjatë ditë, se për shembull të krysh punë, ke orë sa dush për shembull. Do ka shumë specie peshkut. Po, kryesor që janë krapi, njala, dikur ishin shumë cilësor, po sa zgjavën shkot. Edhe kanë met peshkatar pak se kanë ndryshu gjithçka. Po që duhet vetëm krapi. Mund si krapi, duhet krapi më tash. Mund si ka 2-3 ditë që i kanë bërë rrjetat me numër që lexon krapin 7 kg sipër. E syza numri quhet 100, e syza fes. Është vetëm për krap mall. Që me help dhe lexon për shembull i kokër, 2 kokra, po kur ti zesh do të jetë 10 kg, 15 kg krapi. Po të thush tash i kjo gjoja peshkimit shkoj si për sport, po edhe jetoj mirë me të edhe fitoj. Rinia nuk e njekun as këtë që gjujmë na me rrjeta. Kam ndryshuar gjithçka. Po që unë ideal kam e s'm vjen me gjujt peshk. As futet në varg. E në fitosha 1 milion lekë dita, me mra, edhe më ka ra, edhe 1 milion lekë dita, edhe nuk vjen me gjujt peshk. Si pëlqen, ma mirë dhe të rrinë kamajer, se marrë me rreziku në për lise. Unë jam mësu me këtë, se këtu knajse, unë jam mësu këtu. Ka ndryshu edhe klima, se këtu ka pas fortuna, për shumë s'ka zanë fortunat. Na me në midis liçenit, nis me i kyterë kështu si jenë atashtë, një shi vjen Kroaci, këtu vjen era me sekonda. Liçeni është shumë e rrezikshëm. Përgjithësi na që kena gjujt rregullisht, e njohim kohën. Edhe pa internet, edhe pa ashtu.